Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, ja ku erdhëm në emisionin tonë të radhës, Alo Policia, Siguria në Fokus. Tema e sotme ka tërhequr vëmendjen e publikut edhe për faktin që aksidentet e ndryshme në vend, jo vetëm në rrugët interurbane, rrugët urbane, por edhe mbi trotuare, kanë shkaktuar viktima dhe këto viktima nuk kanë kursyer as fëmijët. Prandaj sot jemi në një panel me 4 të ftuar, ku përfaqësues i Ministrisë Brendshme, Nën Kolonel Gerhard Baka, specialisti i trafikut, mirë se erdhët në mbrëma. Faleminderit. Faleminderit nëse u gjeta. Kemi 2 inxhinier, Fadil Ligaj, ekspert i sigurisë për problemet e trafikut, dhe Viktor Pojani është inxhinier mekanik sigurisht dhe vjen nga një drejtues autoshkolle ku ka drejtuar disa autoshkolle dhe eksperiencë e tij në drejtim. Dhe kemi një eksperte, kryesisht psikologe, e cila do të trajtojë patjetër si nëse gjithmonë është rëndësi të jeni pjesë e emisionit. I nderuar Gerhard, është një problem që të gjithë sa herë kanë ngjarje, problematika, gjëja e parë që trajtojmë është policia e shtetit. Kryesisht policia e qarkullimit rrugor, krahas asaj punë të mirë të bërë për parandalimin e ngjarjeve, ulja e numrit të aksidenteve, rritja fatkeqësisht e viktimave. Kush janë 3 arsyet që mund të themi që ndodhin aksidente, dhe pse kemi ulje të numrit të aksidenteve, por rritjen e personave të cilët janë në humbje jete, e humbja e jetës personave është më e madhe se sa ato që vijnë nga krimi, nga hakmarrja apo nga krimi familjar. Faleminderit për ftesën. Në lidhje me pyetjen tuaj, do të analizoja 3 shkaktarët kryesor, ku një që është normalisht edhe në statistikat e nxjerra është sjellja e drejtuesit mjetit. Sjellja e drejtuesit mjetit në drejtimin e mjetit është shkaktari determinant për të ardhur pasoja e ngjarje rrugore. Cilat janë arsyet që drejtuesit e mjeteve bëjnë kaq shumë aksidente në Shqipëri, është çështje që i përket inxhinierëve apo ekspertëve rrugor për ta analizuar dhe për ta përshtyelluar. Por pastaj, për të kaluar te pjesa që pse ulet numri i aksidenteve dhe rritet numri i viktimave, do të thosha që një ndër arsyet është sepse ne zakonisht bazohemi në statistika, dhe statistikat flasin vetë. Por duhet të analizojmë një gjë. Në rast se kemi një ulje të ngjarjeve rrugore, por në përfshirjen e ngjarjeve rrugore në aksidente kemi më shumë viktima, kjo vjen si pasojë sepse numri i viktimave në këto pak aksidente që kanë ndodhur është në proporcion të drejtë me numrin e aksidenteve që ndodhin. Pra do të thotë që mund të ketë një aksident rrugor me 3 viktima. Do të thotë që zëre sikur ke pas 3 ngjarje rrugore të veçanta. Por ato përfshihen në një ngjarje rrugore. Ne kemi një aksident. Faktikisht, numri i viktimave është më i lartë se që mund të jetë në parametra normale. Pastaj, infrastruktura është element kyç, bazë për rrugën. Sikundër është sjellja e drejtuesit mjetit, kemi të bëjmë me infrastrukturën. Gjendjen e rrugës të asfaltit, asfaltobetonit, situata e ndriçimit në orët e vona në akset interurbane, jo dhe jo vetëm, por edhe në akset urbane, ndriçimi ka efektin e vet. Por kryesorja mendoj që është sjellja e drejtuesit të mjetit. Këto tjerat në krahasim me sjelljen e drejtuesit të mjetit janë sekondare, mendoj. Sa përqind janë që vijnë nga drejtuesi i mjetit të gjitha aksidenteve? Në total, në ngjarjet rrugore, janë mbi 80% të rasteve janë që përfshihet drejtuesi i mjetit dhe është shkaktar direkt ose indirekt, ose dhe në lidhje kur ka ngjarje me pasojë, me këmbësor, prapësërisht është faktori drejtues mjeti, sjellja e drejtuesit të mjetit. A është këmbësori fajtor se ku e kaloi rrugën, e kaloi në vendkalimin e këmbësorëve, e kaloi jashtë vendit përcaktuar për këmbësor, kjo është tjetër temë. Po sërish kemi sjelljen e drejtuesit të mjetit, sepse ne jemi përgjegjës për atë që kemi në dorë, për automjetin që ne drejtojmë, ne jemi përgjegjës edhe duhet të shmangim çdo rrezik të mundshëm në rrugët ku ne drejtojmë automjetin. Inxhinier Ligaj, të njëjtën pyetje edhe për ju. Kush janë shkaku? Ne themi gjithmonë drejtuesi i mjetit, sepse mbi 70% vjen për shkak të drejtuesit të mjetit. Po pse vjen nga drejtuesi i mjetit? Është çështje teknike e automjetit, është çështje kulture në mënyrën e drejtimit, është çështje e infrastrukturës rrugës, është sinjalistika vertikale, horizontale.
nga analiza juaj, kush janë faktorët kryesorë qoftë edhe duke u përqendruar tek drejtuesi i mjetit? Ne dim që aksidenti për të ndodhur duhen të bashkëvetrojnë tre faktorë, siç është drejtuesi i mjetit, mjeti dhe rruga. Aksidenti në Shqipëri së fundmi ka ndodhur bazuar edhe në statistikat e Instaktit. Mbi 83.7% e numrit të aksidenteve janë cilësuar si shkak ka qenë drejtues të mjeteve. Mirë po, kjo një statistikë paraprake në të cilën fokusohet zakonisht tek statistikat e policisë shtetit. Mirë po, nga ana tjetër këto unë do isha pak kritik me këtë pjesë sepse nuk është e saktë. Të kuptohet nga se ka ardhur një aksident, kush ka qenë shkaktari, ka qenë rruga, ka qenë mjeti apo ka qenë drejtuesi i mjetit, duhen të merren gjykimet, domethënë vendimet e gjykatës formës së prerë. Aktualisht ne I mësojmë drejt drejtuesve të mjeteve ku bazohemi vetëm në statistika. Aksidentët së fundmi në krahasim me vitet e kaluara mund të kenë një tendencë në rënje referuar edhe numrit të mjeteve që qarkullojnë në Shqipëri, por akoma mbeten një shifër alarmante. Aksidentët e ndjekura nga ana ime si ekspert në hartimin e akte ekspertimit, shikoj që aksidentët me pasoja flasim ka ndodhur më shumë për shkak të parakalimeve të gabuara, zakonisht në rrugët interurbane, por edhe humbjet e kontrolleve. Drejtues e mjeteve në Shqipëri shpesh herë do i quaja të pa informuar ndonjëherë, sepse drejtues e mjeteve duhet të rregullojnë shpejtësinë në zona ku fushpamja e tyre është kufizuar, qoftë për elementet e rrugës, por qoftë edhe për elementet e kushteve mjedisore, qoftë në errësirë, në kushtet motit me rreshje shiu apo me rreshje bore, por nga ana tjetër kjo gjë akoma nuk është kthyer tashmë në kulturë në Shqipëri. Aksidentet rrugore shpesh herë mund të paragjykohen për drejtues e mjeteve, po ndonjëherë të pafajshëm, sepse kemi elementin rrugë që shumë segmente rrugore janë të amortizuara. Pra tapetet e asfalteve në Shqipëri nuk I përgjigjen koeficientit të fërkimit të përcaktuar ose shpeshherë të marrë në konsiderat nga ana jonë rreth 0.7, 0.65, 0.7 ku është I thatë pa lagështi, apo nga ana tjetër edhe 0.4 ku është në kushte lagështie. Shpeshherë humbjet e kontrollit në rrugët interurbane, kur kemi patur rreshje shiu, ka qenë pikërisht edhe efekti akuaplanit, pasqyrë dhe ujë që ndodhen në segmentet rrugore. Por këto mund të jenë në një numër të paktë të aksidenteve në raport me humbjet e jetëve që kanë ndodhur së fundmi. Aksidente rrugore shpesh herë ndodhin nga euforia, do e quajmë më shumë, sepse drejtuesi I mjeti është I mirë formuar në momentin që pajiset me lejë drejtimi, teorikisht ai është I mirë I formuar mbi rregullat e qarkullimit rrugor. Por unë së fundmi kam ngritur një shqetësim, I cili është që drejtues e mjeteve nuk u trajtohet në autoshkolla ato shkelje të kodit rrugor që kanë lidhje të drejtpërdrejtë me aksidentin. Së fundmi unë kam nxjerr ndoshta edhe një konkluzion që drejtues e mjeteve në Shqipëri në momentin që shkojnë në autoshkollë nuk e kuptojnë akoma tashmë që duhet të qarkullojnë në kursinë e krahut djathtë të Karraxhatës edhe kur ajo është bosh, duhet sigurohen për manovrat e kthimit majtas, djathtas, duhet sigurohen për të futur fluksin e lëvizjes së mjeteve, duke pasur parasysh pozicionin distancën e mjeteve që qarkullojnë në rrugë kryesore, por nga ana tjetër duhet që në momentin që janë përfshirë në një ngjarje rrugore, nuk duhet largohen nga vendi I ngjarjes. Ne kemi pasur raste të aksidenteve që I kemi intervistuar dhe e kemi pyetur që po pse u largohen nga vendi I ngjarjes, por shpeshherë të tregon të paditur, nuk e kemi ditur, nuk kemi pasur mungesë informacioni, apo edhe në 139 I kodit rrugor që është shumë I rrezikshëm do I quaja nëse nuk respektohet në zonat urbane, sepse zonat urbane në momentin që drejtuesi I mjetit do ndërmarrë veprime, qoftë me sistem drejtimi apo qoftë me sistem frenimi për të vepruar, mjeti ai nuk I përgjigjet më kur duhet, në kohën e duhur. Kështu që drejtues e mjeteve në Shqipëri përballen me fakt që
janë euforik, e dim shumë mirë, ecim me shpejtësi mbi normat e lejuara qoftë në zonat urbane, po qoftë edhe në zonat urbane, përballemi me faktin që kanë mungesë të theksuar informacioni mbi rreziqet që i pret ata gjatë përditshmërisë së tyre, por nga ana tjetër kemi edhe problematikat e infrastrukturës. Por unë infrastrukturën do e quaja deri diku sekondare, sepse drejtuesi i mjetit në momenti që shikon që ka problematika qoftë mbi sinjalizimi vertikal apo horizontal, apo ka problematik mbi dukshmërinë gjatë trajektorës së tij televizjes, atëherë ti do të marrësh masa, sepse nëse një drejtues mjeti po shkojnë po qarkullon mal, atëherë drejtuesi mjeti do të rregullojë shpejtësinë sipas segmentit rrugor ku ai qarkullon, dhe jo të kalojë normat e lejuara të shpejtësisë dhe mos të ketë mjetin nën kontroll. Kështu që kemi efektin e këmbësorit. Këmbësorit këtu në Shqipëri janë të padisiplinuar, shpesh herë i pëlqejnë të thyejnë rregullat e qarkullimit rrugës. Është e habitshme që një këmbësor të shkojë të ndërpresi fluksin lëvizjes së mjeteve që qarkullojnë në rrugët interurbane kryesore, kur për ta është ndaluar. Apo edhe gjatë orëve të natës, ku mendojnë se drejtuesi i mjetit mund ta konstatojë këmbësorin, por është e kundërta. Këmbësori teknikisht e ka më të lehtë për të perceptuar dhe për të parë një automjet me drita të gjata apo me të shkurtra që qarkullon në segment rrugore. Kështu dhe gjej rastin të bëj thirrje të gjithë këmbësorëve të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor, të mirë informohen nga media, se media tashme s'ka ditë që mos të trajtojë aksidente rrugore, dhe t'i thrasin mirë mendje sepse jo vetëm me tyre po e marrim qaf, po marrim qaf edhe drejtuese mjeteve. Do të kthehem përsëri tek ju. Zoti Lika i përmendi autoshkollën. Sigurisht që është gjëja më e mirë kur ne lidhim nga personat të cilët nesër janë gjenerata e re, moshat e reja, të cilët shkojnë, bëjnë një autoshkollë pajisje me leje drejtimi dhe pastaj përballen me rrugën. Ajo koha që janë neopatentati për 3 vjetësh etj. Sa është autoshkolla sot, autoshkollat në tërësi sot, të përgatisin një drejtues të ri mjeti, jo vetëm me rregullat e sigurimit edhe me rregullat e qarkullimit, por edhe të njohës mirë të legjislacionit shqiptar me pasojat që ato kanë. Sepse Shqipëria vërtet nuk është anëtare e Bashkimit Evropian, por në moment që ke patenta shqiptare fatmirësisht njihet dhe do të thosh në vend e Bashkimit Evropian dhe rregullat e qarkullimit rrugor janë të njëjta. Pra kodi rrugor, tabelat, shpejtësia, gjitha, dhe ne sigurisht jemi më ndryshe në drejtim atje. A i ka autoshkolla shqiptare nivelet për të përgatitur drejtues mjeti, drejtuesin nesër të asaj gjenerate të tjetër anëtare e Bashkimit Evropian? Pajtohem edhe me kolegët, përgjegjësi kryesor është drejtuesi i mjetit. Pavarësisht kushteve që nuk janë shumë të përshtatshme të rrugëve, të sinjalistika, dhe sinjalistika mund të ketë problemet e veta, jo e kompletuar plotësisht. Rrugët në 90% të Shqipërisë janë interurbane dytësore, pra me një korsi për çdo sens lëvizje, gjë që e vështirëson shumë manovrën e parakalimit. Por kryesorja është drejtuesi i mjetit, sepse një drejtues mjeti që është i përgjegjshëm e shikon situatën dhe merr masa kur është dhe i aftë, dhe dalim këtu tash në aftësia e drejtuesve të mjetit, dalim tek funksionimi i autoshkollave dhe efikasiteti i tyre. Me keqardhje e them, duke pas parasysh që kanë filluar të jap mësime dhe të njihen me legjislacionin dhe si funksionon procesi i patentizimit të njerëzve, që në 2000 shikoj që cilësia e mësimeve dhe rënies në autoshkolla është në rënje. Është në rënje. Në rënje është. Dhe kjo ka një sër shkaqesh, duke filluar që nga lishmëria për pjesën e autoshkollës. Do kisha mendimin që drejtuesi teknik duhet jetë kryesori. Në fakt, ligji e trajton administratorin ose pronarin si kryesor, dhe drejtuesi i mjetit është i punësuar. Unë do të thosha që mirë ishte të ishin të ndara si aktivitete në fakt,
që më vete të bëhesh e kursi teorisë dhe përgjegjësia ishte vetëm e inxhinierit, drejtuesi teknik, dhe me vete të bëhesh edhe kursi praktikës. Kështu mundson edhe zgjidhjen nga ana e kursantit të një instruktori më të mirë, se kështu shkojnë paralel ata dhe nëse njëri treq më shumë, tjetri treq më pak, shkon shtrembur puna, si punë e qeres kur triqet nga dy qe. Megjithatë kjo i takon perspektivës. Për momentin unë do thosha që drejtoritë rajonale dhe komisionet e patetizimit pranë drejtorisë rajonale duhet të ushtrojnë kontrolle të befasishme në autoshkolla, sepse edhe vetë kam konstatuar që shumë autoshkolla paguajnë fiktivisht inxhinierët dhe në fakt mësimin e teorisë e bëjnë me pjesëtar të tjerë të familjes që nuk janë fare specialistë, duke i dhënë ati inxhinierit një pagesë simbolike. Ka dhe një rubrik në lejën e autorizimit të fillimit të autoshkollës, ku shënohen orët e teorisë, me ligj, orët e teorisë janë 36. Unë them, duke pas parasysh rezultatet e mia, për një instruktor teorie të përgatitur dhe të përgjegjshëm, mjaftojnë. Por gjithmonë për një specialist inxhinier të përgatitur. Kurse një inxhinier tjetër aq më pak, kurse është as inxhinier, nuk mund të japë në atë nivel që duhet. Të gjitha këto problemet që u përmenden këtu trajtohen në teori. Që nga rreziku i rrëshqitjes lagështisë, shpejtësia, manovre parakalimit, trajtohen edhe teknikisht, bile edhe duke lidhur me funksionimin e mjetit nga ana e inxhinierit, edhe për te programit, pavarësisht se programi nga ana teknike është reduktuar dhe normal se drejtuesi i mjetit nuk është e thënë që të jetë mekanik, të njohë dhe si funksionon, po disa sisteme duhen njohur patjetër frenimi dhe tjera me radhë. Pra, kryesorja është kjo që të ketë kontrolle të befasishme nga ana e drejtorisë transportit rrugor, drejtorisë rajonale, dhe në rubrikën e lejes që nisa pak më përpara, ka një pjesë aty ku shënohen orët e zhvillimit të teorisë, pjesëmarrjen e kursantit ose kandidatit në teori. Ligji e ka fakultative, normal, edhe fakultative mund të bëhet, ka njerëz që nuk kanë kushte për të ndjekur rregullisht autoshkollën dhe mund të punojnë edhe në mënyrë autodidakte. Por në këtë rast duhet të shënohet në autorizim, sepse ky autorizim mbetet në dosje. Dhe nesër pas nesër, kur të evidentohen, shikohen gjitha këto gjëra. Unë do kisha mendimin edhe që ata që nuk marrin pjesë në autoshkollë, domethënë që janë autodidakt, ta kenë më të vështirë shkallën ose më të shtuar numrin e pyetjeve të testit. Sepse normal, derisa është autodidakt, nuk e kemi dijenin se sa në ç'nivele ka asimiluar teorinë. Pra do desha që firma të evidentohet tamam firma e drejtuesit teknik, sepse edhe këtu administratori, pronari shpeshherë e kalon me firmën e vet. Shko duke kaluar autoshkollën, dëgjoj personat cilët thotë i dhash lekët komisionit dhe e mora, thotë. Do thonë të marrish një patent, ku këtu është autodidakt, ku autoshkolla drejtuesin teknik e merr në mënyrë formale. Dalim në rrugë, sigurisht ai neopatentati duhet të jetë i kufizuar 1 deri në 3 vjet, nuk e di sa i ka kodi këto kufizime, dhe sa do jetë fuqia motorike e automjetit që ai mund të drejtojë, sepse nuk mund të drejtosh një mbi 2000 fuqi, 2000 kuaj fuqi një automjet, kur sapo je patentuar dhe ke dalë në rrugë, ke mundësi. Një pyetje shumë të thjeshtë. Pra, bëhet mësimi në klasë, ka fusha ambiente ku mësohet drejtimi i mjetit apo mësohet në rrugë, sepse në rrugë duhet përshtatet me rrugën, po besoj se duhet ketë pista, gjëra të cilët a ekzistojnë në Shqipëri pistat apo? Fundmi di që në Elbasan është bërë një autodrom, nuk e di ka përfunduar, është inauguruar apo jo. Pra nga Tirana do shkojnë atje në Elbasan? Në Elbasan. Ky ka qenë një nga defektet e mëdha të përgatitjes kursantëve, sepse ashtu si shtat juve që tabelave i shpejtësisë, uljes, vijat e bardha, nuk mund dalish sepse dalje me njëherë në rrugë, sigurisht do të jetë përshtatje me rrugën, por mbasi të kesh bërë disa ambiente të improvizuara
në një pikë të tillë. Në Bashkimin Evropian kjo lloj mënyre quhet simulator. Pra, në autoshkolla ekzistojnë simulatorët, simulimi që drejtuesi i mjetit përpara se dali në terren e improvizon veten dhe e konsideron veten si një drejtues mjeti brenda një simulatori. Dhe aty simulatori improvizojnë gjitha situatat e mundshme dhe reagimi që ky ka sikur është duke drejtuar një mjet. Gjë që për mua kjo do të jetë një faktor bazë për autoshkollat në rast se do ta implementojnë për ta vendosur, sepse duke marrë parasysh edhe eksperiencën personale kur unë kam dalë punojnës policie, ne nuk dinim nga akademia, ne nuk dinim dhe bënim qitje me armë në terren, por kishim një simulator me situata të ndryshme dhe na jepeshin lloj-lloj situatash dhe mënyra si reagonin tregonte që i kishim thithur aftësitë e duhura për të qenë një punonjës policie dhe për të pajisur me armë apo jo. Gjë që për mendimin tim te autoshkollat do të jetë e domosdoshme. Zotria tha 36 orë janë më se të mjaftueshme. Duke parë relativizimin apo ndryshimet e shpeshta të kodit rrugor, të legjislacionit të këto, mendoj që nuk janë të mjaftueshme. Marr për bazë edhe zotria është në moshë që unë nuk e kam arritur, por jam i sigurt që ai e ka arritur, autoshkollën e para viteve 90, për kohën që duhej, për afatet që duhej. Pra, do me thënë, 9 muaj me 36 ditë është një diferencë shumë e madhe. Orë dhe ditë, sepse ajo pak a shumë shkonë në 25. Unë e thash nga eksperjenca ime personale, jo, nuk duhet diskutojmë për person, duhet diskutojmë për parimet si duhet funksionojë dhe duke patur një ndryshim të tillë drastik, që lëvizja e automjeteve në atë kohë ka qenë shumë herë më e pakët, sepse në këtë kohë dhe kemi bërë ndryshime anasiertas, pra kemi ulur cilësinë dhe kemi rritur sarsinë. Gjë që duhet të gjejmë mënyrën si ta kompensojmë këtë gjë. Sikundër edhe flasim tani si punonjës policie, ajo që thatë juve në lidhje me neopatentatet është ndryshuar me ligj. 2 vitet e para nuk lejohet ngasësh automjete më shumë se 5 me një raport fuqi mas automjeti 55 kW për ton. Nuk të lejohet, në rast kundërt pezullohet leja drejtimi nga 6 muaj deri në 1 vit. Kjo nuk ka qenë, është futur, është implementuar dhe po zbatohet masivisht nga ana e shërbimeve të qarkullimit rrugor, por këto janë, do të thënë, detaje që për mendimin tim ne po na shkalojmë një fenomen që është për mendimin tim shkaktari ndër determinantët, jo ajo që thot Fadili për pjesën e parakalimeve gabuara, por përdorimi i aparatit celular. Përdorimi aparatit celular është kthyer në gangren, është e pavërtetuar, por moralisht me gjithë që duhet të flasësh, të gjithë bijmë në një konkluzion, të gjithë bijmë në konkluzionin që përdorimi i aparatit celular është shkaktari që të tërheq vëmendjen dhe nuk të fokuson në drejtimin e mjetit, edhe në rast se bën atë parakalimin e bën duke patur sytë celulari dhe nga njëra korsi karret gjatës kalon në krahun tjetër dhe i shkon automjetit ball për ball dhe kur ti e interviston drejtuesin e mjetit nuk t'i jep arsye bazë pse e bëri këtë veprim, gjë që tregon që ka një gjë që ai po e fshet. Pra, domethënë shkaktari i humbjes së vëmendjes, ai nuk është në gjendje ta argumentojë që pse ky e bëri këtë manovër, që nga kjo korsi kalon këtë korsi. Parakalimi gabuar është absolutisht, përshkrimi i Karagjatës në skundërt është absolutisht arsye. Arsye zakonisht është domethënë aty ku të shkon intuita është përdorimi i celularit dhe është e vërtet kjo se është kthyer tashmë në kulturë. Përdorimi i celularit gjatë drejtimit mjetit është kthyer në një instinkt që shumë drejtues mjetit nuk ecin dot nëse nuk kanë celularin në dorë. Edhe nëse nuk kanë punë, gjen një arsye ose merren me rrjetet sociale, me TikTok apo më. Do të kalojmë në një spot publicitar, do të kthehemi pas pak. Pyetjet sigurisht do të jenë në vazhdim të atij argumenti që sapo nisëm. Duhet përdoret celulari me kufje apo s'duhet fare të përdoret? Italia ka filluar thotë as me kufje, nëse mund të jetë vetëm me viva voce duke përdorur automjete, formën e komunikimit në automjete. Ndikon stresi? Në psikologët do të themi po stresi, sepse nga njëherë celulari, nga njëherë faktorë të tjerë, droga, alkoolet, po nga njëherë njerëzit se kanë mendjen, nuk e kanë as celularin, po nuk e kanë mendjen, nuk shikojnë, qerë pas herë o kanë hyrë në trotuar, o kanë dalur në vend tjetër. Pas pak, mbas spotit publicitar. U kthyem në pjesën e dytë të emisionit Alo Policia Siguri në Fokus, vazhdojmë të trajtojmë një temë me interes publik,
siç janë në rastet e aksidenteve, puna e bërë nga policia e shtetit në parandalim autoshkollën, përgatitjen e drejtuesve të mjeteve, ekspertët që bëjnë analizën e ngjarjeve, por dhe psikologja, e cila sot vjen në këtë emision dhe radha juaj. Sa ndikon stresi? Jo vetëm tek drejtuesi, po edhe ke personat të tjerë të cilët janë këmbësorë, shpeshherë edhe këmbësorët bëjnë veprime të gabuara, nuk e shikojnë qoftë dhe një drejtues mjeti që nuk e ka mendjen dhe për kujdesi, qoftë dhe aty duhet t'rregojë edhe duhet të jetë e tillë. Atëherë, stresi është ai i cili na ndikon shumë në veprimet tonë, në sjelljet, si ndikon. Tek drejtuesi i mjetit ndikon sepse kur individi është në stres kemi rritjen e kortizolit, i cili është hormoni i stresit. Në këtë rast, drejtuesi i mjetit i ulet përqendrimi, bëhet më impulsiv, më nervoz, ka ndikim shumë në sjellje, nuk shikon sinjalistikën rrugore. Por nga ana tjetër janë edhe këmbësorët. Sigurisht ka këmbësorë të cilët nuk e respektojnë rregullat. Dhe si pasojë e kësaj, sepse ne gjithmonë fokusohemi tek pjesa teknike, tek praktika, tek teoria, por nga ana tjetër harrojmë që faktorët psikologjik luajnë një rol shumë të rëndësishëm për sa i përket aksidenteve, jo më pak se së fundmi kemi aksidentin i cili ndodhen nga përdorimi i alkoolit, nga përdorimi i substancave të tjera narkotike. Një faktor tjetër është edhe lodhja nga ana e drejtuesit. Në qoftë se individi ndihet i lodhur, mund të kemi një përgjumje të individit, por një përgjumje për pak sekonda, por kjo pak sekonda mund të jetë fatale si për veten ashtu edhe për individët e tjerë. Faktori tjetër janë gjithashtu problemet emocionale, personale apo problemet që mund të ketë drejtuesi i mjetit të cilën e nuk i dim. Por në moment të drejtimit të mjetit ai është aktualisht me mendje është diku tjetër, ndërsa është duke drejtuar mjetin e tij. Kjo sigurisht që ndikon sepse ul përqendrimin e drejtuesit të mjetit, ndikon në nervozizëm, në rritjen e agresivitetit. Por nga çfarë shkaktohet stresi tek drejtuesit e mjetit? Shpesh ne kemi edhe si kulturë që kur jemi në trafik ne shqiptarë nuk doron dot. Sidomos aty pastaj fillon frustrimi, individët i humbet durimi, kemi konflikte me drejtuesit e tjerë të mjetit. Kjo sigurisht pastaj do ndikojë edhe në ecurinë apo në vazhdimin e sjelljeve të rrezikshme që çojnë pastaj edhe në sjellje apo në aksidente, të cilat mund të jenë sigurisht fatale, gjë që ka ndodhur. Lika i tha edhe euforia. Po. Euforia si duket kur ke një makinë që ka kubatur, ka fuqi të madhe motorike, ndoshta dukja në motor apo ajo, duket sikur ajo eufori jep një mundësi që të bëj parakalime, të bëj veprime të cilët mund të jenë dhe pasojë, pastaj shpeshherë mjeti dhe mund mos frenojë, dhe ka probleme. Vonesa në frenim, po ndikon. Shikoni, një ekspert diku kam dëgjuar që thoshte me të drejtë që duhet parë dhe kualiteti gomave. Për shembull, nuk e dim sa është përqindja midis një gome që ka përqindje më të lartë të kauçuku dhe midis një gome që ka përqindjen e gomës. Dhe shpeshherë kur bëhet frenimi, sasia e metrave nga frenimi mund të jetë ndoshta jo perceptivi i shpejtësisë, po mund të jetë për shkak të kualitetit të gomave. Policia bën kontrollin qoftë edhe ndaj gomave, sepse pjesët e tjera nuk i takojnë policisë shtetit, sigurisht është kontrolli teknik, janë institucione të tjera të cilët janë të ngritura, dhe gjë që edhe mund ta diskutojmë nërmjet jush. Për hir të së vërtetës, policia rrugore ushtron kontrolle për trashësinë e gomave, por kryesisht në mjetet e tonazhit të rënd dhe në mjetet e transportit publik. Duke qenë se në automjete, në autovetura është një masivitet i madh dhe ti ke pamundur që ti menaxhosh të gjitha, fokusi kryesor është te pjesa e mjeteve tonazhit të rënd, të kamionëve trailerëve, sepse edhe pasoja që sjell një dëmtim i gomës apo një element i gomës në drejtimin e mjetit e një mjeti tonazhit të rënd është shumë më e madhe se sa te një autovetur. Pra domethënë, por ato më shumë mund përgjigjet inxhinieri Fadili se sa ne si polici rrugore, sigurisht që ndikojnë, domethënë ndikojnë gjendja e gomave, gjendja e asfaltit, ato që i përsëriti, do më mos i rikthehemi të përsërisin veten. Janë program teorie. Unë do doja të shpërndaj një eksperiencë personale. Shpeshe me ekspert aksidenteve shikojmë që në vendin e ngjarjeve, shikojmë kur kemi të lëna gjuhën frenimi dhe për llogaritjen e shpejtësisë janë element shumë domosdoshëm, pasi është një ndër
elementet bazë në vendin e ngjarjes dhe shpesh herë ishte diskutuar midis kolegëve, midis specialistëve që merren me analizën e thelluar të aksidenteve rrugore. Kemi efektin e elementit gomës, është në parametra optimal apo nuk është në parametra optimal, apo kemi problemin e rrugës, apo nuk kemi përgjigje të mjeteve, pra nuk kemi gjendje teknike të mjeteve për të përgjigjur në kohën e dur. Gjatë një analize të një aksidenti, unë të dhënat e mjetit i kam marrë nga kutia e zezë, kam bërë egzaminimi e kutijës zezë dhe kam marrë shpejtësi në kohën e ndodhjes së aksidentit, kohën kur kishte vepruar me sistem frenimi apo edhe me sistem drejtimi dhe marrë që shpejtësia nga kutia e zezë që është ruajtja të dhënave gjatë drejtimit të mjetit që është më sakta siç është dhe kutia e zezë e avionëve. Dhe kutia e zezë më tregonte që shpejtësia në momentin e ndodhjes së aksidentit ka qenë 98 km/h, ndërsa algoritmi në trajt analitike me anë të gjurmëve të frenimit, shpejtësia dilte 127 km/h. Pra kishim një gjatësi të madhe të gjurmëve të frenimit dhe tashmë unë jam duke bërë një research në lidhje me këtë lloj fenomeni dhe në lidhje me këtë lloj ngjarje për të kuptuar akoma më në detaj. Kemi të bëjmë me gomën midis cilësisë së gomës, sa përqind elastike dhe sa përqind plastike mund të jetë goma, apo edhe rrugën. Por besoj se gomat në Shqipëri mund t'jenë së fundmi mund t'a kenë rritur pak atë cilësinë, por akoma ngelen në mëshirë të fatit, do e quaja. Gomat në Shqipëri vazhdojnë dhe përdoren të përdorura. Në zonat rurale nuk ekziston, shpesh herë nuk ekziston koncepti i gomave të reja. Gjithë janë gomat të përdorura. Pjesa më ndërmuese duke parë dhe eksperiencën time. Dhe duke parë që masivisht që përdoren 4 stinët. Po, masivisht 4 stinët, por kjo është një... Kurse kam dëgjuar në disa shtete që e para certifikimi gomave dhe e dyta jepet një librezë në moment që ti nga ku i vendosë gomën. Që ti ke vendosur gomat, ai thotë këto goma i ke marrë nga filan kompani, e cila ka përveç po themi garancisë gomës, por ka dhe një firmë dhe një vull në atë librezë gomës që tregon që nëse ka një aksident dhe gomat kanë përbërje të tillë, patjetër që penalizimi mund të jetë ai mund të jetë në mënyrë indirekte mund të jetë. Kjo gjë mund të jetë në zonat të zhvilluara siç është Tirana, Durrësi apo zonat të cilat janë të zhvilluara edhe nga ana e serviseve, por nuk mund të bëhet në zonat rurale sepse akoma në zonat rurale nuk e kemi këtë zhvillim dhe këtë lloj kapaciteti teknik. Po jam dakord, por aktualisht nuk është e monitoruar në kushtet e duhura. Kështu që bëj thirrje gjera si të bëj thirrje policisë shtetit që të fillojë edhe në zonat jo vetëm në Tiranë, jo vetëm në Durrës apo zona ku kemi përqendrim më të lartë të mjeteve, por në gjithë Shqipërinë të fillojë të bëjë edhe kontrollin kontrollin e gomave nëse është në parametra e duar ashtu siç e parashikon dhe rregulloret apo jo, sepse duket një element shumë i rëndësishëm, por ai është element shumë i rëndësishëm sepse lidh pikërisht mjetin me rrugën. Ju thatë një gjë drejt lidhur me asfaltin. Shumë qytetarë shqiptarë që vinë nga jashtë dhe jetojnë në vende të Bashkimit Evropian apo vende të tjera, Shtetet e Bashkuara, Kanada e tjerë, kur vinë, ai që i bën më shumë përshtypje thotë si ka mundësi sa vim tek kurat, ka një sigum, thotë fluturon makina. Pra, që atje fillon kolaudimi, që atje fillon, po themi, kur nuk nga vepra inxhinierike, nuk ka përcaktuar mirë, po themi lidhjen midis urës dhe rrugës. Mendo pastaj të shkojmë te kualiteti. Në Shqipëri është fatkeqësi shumë e madhe. Nëse do shkojmë në të gjithë veprat e artit, gjitha urat nuk kemi një nivel të barabartë midis elementi statik të pjesës trashesë rrugës dhe urës. Të gjitha janë ose me rënje ose me hipje. Nuk kam parë një urë në Shqipëri që të jetë me të njëjtën kuotë me pjesën e trasesë rrugës. Pse niveli rrugëve në Shqipëri ndryshon nga jashtë? Është çështje që nuk kemi të aftë, është çështje financa apo çështje korrupsioni? Është çështje studimi. Përpara se të bëhet një vepër arti, bëhet një studim gjeologjik i shtresave ku do të implementohet vepra artit ura, që do thotë nëse kemi një lum apo kemi një zonë që kemi ne po flasim për asfaltin. Po shumë e thjeshtë, nëse shkon tek asfalti.
ne që kemi formim inxhinierik. Nëse do të shkosh ka asfalti dhe do të marrësh një sond, pra merr një kampion, është shumë e thjeshtë të nxjerrë gjithë elementet. Sa është avoritrash, sa është avorimet, sa është asfalti dhe sa është stresa. Jemi edhe tapeti që i shtrohet. Po, tapeti. Dhe mbi këtë bazë përcakton. Jemi edhe të kushtet e mirëmbajtjes. Padyshim, këto janë elementet e TIC, por unë jam më shumë tek kushtet e mirëmbajtjes. Kemi segmente rrugore interurbane që është kthyer një fenomen shumë ka ndryshuar instiktet e drejtuesit mjetit, gjithë qarkullojnë kursia e krahut majt. Shpeshherë ndonjëherë të detyruar sepse kursia e krahut djathtë është më ngadalë se sa kursia e krahut djathtë e ngadalësimit. Kështu që kursia e krahut djathtë në pjesën më të madhe të rrugëve në Shqipëri është e amortizuar. Ne kemi segmentin rrugor nga rreth rrotullimi Rogozhinës derisa të shkojmë në Fier, krahu djathtë është bërë kanale. Po jo vetëm kaq, po kemi segmentin rrugor interurban Tiranë-Durrës apo nga ana tjetër Lezhë, Shkodër deri në kufimin e Malnezi, që janë segmente rrugore që nëse nuk tregosh gjatë gjithë kohës i vëmendshëm dhe i përqendruar gjatë drejtimit të mjetit, kemi një problem më të madh që ta humbasim kontrollet e mjetit, sepse apo kemi edhe faktor që kur përballet një drejtues mjeti me një grop, ndryshe mund të veproj unë, ndryshe mund të veproni ju apo dikush tjetër, janë sjelljet e drejtuesit mjeti kundrejt një rreziku dhe veprojmë në mënyrë të befasishme ose në mënyrë të shpejtë me sistem drejtimi dhe kemi humbjen e kontrollit. Kemi patur aksident me vdekje dhe fatmirësisht ka patur pamje filmike që është përballur me një grop në rrugë, ka vepruar shpejt me sistem drejtimi, ka humbur kontrollin dhe ka pasur humbje jete. Pra, janë disa elementë rruga që do t'i thrasin mirë mendjes, të respektojnë specifikimin dhe kushtet teknike dhe të bëjnë implementimin e tapetit në përputhje me standarde dhe specifikimin teknike, kombëtare dhe ndërkombëtare të marrin praktikat më të mira. Apo edhe ndrimi i tapetit, sepse kemi tapetet asfalte të rrugëve në Shqipëri që nuk ndrohen, bën më shumë se 10-15 vjet nuk ndrohen, apo bëhet korrigjimi i tyre, apo bëhet me seksione të vogla atu ku ka deformime, gropëzime apo valzime. Dhe nëse një tapet i segmentit rrugor është në tratë një zalli, rrshket këmba, jo më goma e makinës, duhet të ndrohet, duhet bën inspektime teknike, nëse nuk ekzistojnë në Shqipëri kompani që janë të akredituara, të miratuara për inspektimin e cilësisë të rrugëve asfalteve, të marrin kompani ndërkombëtare, të vinë që të bëjnë inspektime teknike. Para gjërat kanë evoluar, po kujtoj në një moment kur u ndërtua rruga e Kombit në fillim, në një aks ku punoi dhe në krahun tjetër kishte shërbime për të ndarë rrugën në të njëjtin krah, mjetët që shkonin dhe mjetët që vinin, në vend të atyre që duhet të jenë element plastik, ishin fuqi hekuri, që i kishin lyme bojë. E imagjinoni dot një fuqi hekurit çdo të thotë kur personi mund t'i bi fuqisë hekurit dhe çdo t'i bëjë mjetët tjetër përballë. Kur ka një punës nga Ministeri i Brendshme dhe nga policia ka shumë interes njerëzit të dinë më shumë. Dhe pyetja ime është që i ka të gjitha kapacitetet e policia e shtetit të bëjë kontrolle territorit për kontrollin e akseve të rrugëve edhe brenda qytetit. E para, e dyta, drejtori i përgjithshëm i policisë kërkoi që policia në akset kryesore të ketë më pak prezencë siç kanë qenë makinat ndërmjet makinave me radar apo me kontrollit fizik dhe duke shtuar më shumë radarët dhe teknologjinë, dronet kryesisht e tjerë. Jemi në gjendje ta kontrollojmë territorin kaq teknologji apo duhet të jetë alternatimi drejt, ndoshta edhe për pak kohë midis patrullave në prezencë në rrugë. Aq më tepër e ritheksoj që tani shtohet fluksi dhe puna juaj rëndohet për shkak të pjesëmarrjes. Qëllimi i telegramit të ardhur nga drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit në lidhje me reduktimin e shërbimeve të policisë rrugore në segmentet interurbane ishte pikërisht në prag të sezonit. Ne kemi një keq interpretim të këtij mesazhi, saqë njerëzit e perceptuan që tani domethënë ju nuk keni asnjë të drejtë na ndaloni edhe pse na konstatoni në shkelje flagrante të kodit rrugor, sepse keni një urdhër. Jo, urdhri ka qenë të ndalojnë kontrollet rutinë pa shkak dhe pa motiv. Nuk mund të ndaloj punonjësi i policisë, një automjet që kalon aty, si kalove, hape krahun po, pastaj po pse më ka ndaluar, po ja po të bëj një kontroll, po më doli në shkelje do ta vendos gjobën, po s'm doli shkelje nuk do ta vendos gjobën. Jo, do të kesh arsye për të bërë shëndalimi, do të ndalosh në ato vend për të qenë i sigurt për vete dhe për dorësuesin tjetër të rrugës,
Ndërsa në qendrat urbane nuk ka ndaluar në asnjë moment kontrollet, nuk janë ndaluar për asnjë moment kontrollet, kemi vazhduar kontrollet respektive në lidhje me ushtrimin e kompetencave tona, në lidhje me parandalimin e ngjarjeve rrugore. Sigurisht digitalizimi i modernizimi i teknologjisë ka anët pozitive, absolutisht. Por mendoj që duke qenë se o duhet ta mbulosh të gjithë territorin me një teknologji, pra le të themi domethënë që duhet të jetë e gjitha digitalizuar, ose duhet të me alternime, atë që po thoni ju. Pra në ato segmente ku mungon digitalizimi, duhet prezenca e shërbimeve të punonësit policisë. Në këndvështrimin tim, në segmentet interurbane kryesore, unë gjithmonë kam qenë i mendimit dhe jam i mendimit që punonësit e policisë rrugore nuk duhet të ndalojnë për asnjë moment patrullim të vazhdueshëm. Faktori befasi është gjithmonë faktori që ul elementet e rrezikshmërisë. Në momentin kur ne vendosim shërbime statike dhe gjithë shërbimet përdoruesit e tjerë të rrugës e dinë që tek ky segment rrugor ke punonjës policie, tek ky segment rrugor ke postoblok, tek ky vend ke postoblok, atëherë ti nuk e dën efikasitetin që duhet. Në momentin kur ti je në patrullim të vazhdueshëm përgjatë gjithë kohës, atëherë ke bërë një punë parandaluese dhe në ato raste kur ti konstaton një kundërvajtje rrugore, atëherë po mund të udhëheqësh drejtuesin e mjetit, të ndjeki nga mbrapa dhe të vendosësh masën në një vend ku ti të jesh i sigurt për veten dhe për përdoruesin e rrugës që ti ke konstatuar apo kundërvajtësin që ti ke konstatuar në shkeljet e dispozitave të kodit rrugor. Ndërsa në kryeqytet sigurisht që jemi të detyruar për shkak të infrastrukturës, për shkak të sinjalizimit, që ne kemi shërbime statike dhe shërbime patrulla lëvizëse. Pra në kryeqytet apo në vende turistike tani në sezonin veror, që shtohen elementet e shërbimeve të policisë, jo vetëm rrugore, por dhe shërbimet e tjera, bën alternimet e duhura, ku ti ke dhe shërbime statike në ato vende ku ka një fluks të shtuar për të lehtësuar trafikun, apo shërbime patrulluese për të bërë parandalimin e ngjarjeve rrugore. Prezenca e policisë sigurisht është e rëndësishme sepse në një farë mënyrë rrit nëpërmjet prezencës policore kujdesin e personit që mund të ndërshkohet dhe dyta, kjo gjë do të japi dhe një lloj edukimi sepse në raport me numrin e vdekshmërisë, në raport me aksidentet, të cilit janë të frikshme, një person i cili për një arsye bëhet i rrezikshëm dhe bëhet një mjet vrasës për çdo që është në rrugë. Se cili nga ne udhton me fëmijë dhe kjo është shumë e frikshme. Pra kur unë e perceptoj si punonjës policie, perceptoj digitalizimin që mua të më vi sinjali në kohë, në momentin kur një pajisje elektronike, le të themi që do të jenë kamerat në segmentet rrugore, mund t'i vësh një alert që shiko, po të vjen një automjet në këtë drejtim dhe po ecën në mënyrë të rrezikshme, atëherë unë futem në lëvizje, e konstatoj dhe parandaloj ngjarjen rrugore. Kur të arrihet ky moment i digitalizimit, atëherë jemi më se okay me pajisjen, sepse do të ketë një sallë monitorimi e cila është bërë sallë monitorimit, do të ketë punonjës policie dhe kam përshtypjen që duke alternuar këto që thash, që në momentin që ai konstaton një manovër të rrezikshme apo një automjet i cili kamera e kap me mbi në një segment interurban me mbi 150 km/h, 130 km/h, absolutisht është alert. Duhet të jesh alert, duhet të vihesh në lëvizje dhe ta konstatosh dhe të paktën ta parandalosh ngjarjen. E rëndësishme është të parandalosh më shumë se sa të ndërshkosh mbas aksidentit. Të paktën të jesh në lëvizje, prandaj them patrullat në interurban gjatë gjithë kohës duhet të jenë sidomos, shërbimet e qarkullimit rrugor, patrullat që kanë atë eksperiencën duke qenë të vjetër në atë profesion, dinë njollat e errta, dinë ku të fokusohen, dinë ku të patrullojnë, dinë oraret. A ka zona risku të cilat janë përcaktuar? Absolutisht. Pra domethënë ne kur dalin në statistika, dalin dhe thot dita më e rrezikshme është dita e njëjtë. Atëherë çfarë do të thotë ditën e njëjtë ti duhet të fokusohesh, ti je më i përqendruar. Orat e mbasdites, atëherë orën e mbasdites ti duhet të rrisësh vigjilentën. Orët e mbrëmjes së natës në lidhje me alkoolin, domethënë rastet që kemi pas gjatë natës ka alkool. Çfarë do bësh? Do ushtrosh kontroll për alkoolet. A ka rritje me që përmendet të përqindjes alkoolit dhe lëndëve narkotike? Apo janë vetëm thjesht celulari faktori kryesor dhe mos përqendrimi i drejtuesit mjet përveç faktorit të inxhinierit? Ka ulje të
përdorimit të alkoolit në lidhjen me gjendjen e deur. Në ndikimin e alkoolit ka akoma raste konstatimi. Pra do me thënë vazhdojnë akoma që përdoruesit e mjeteve ta konsumojnë alkoolin. Thash, gjendja e deur ka një reduktim në krahasuar me vitet e mëparshme, absolutisht që ka një reduktiv masiv, ka një ndërgjegjësim nga ana e drejtuesve të mjeteve, por përdorimi i alkoolit ka sërish përdorim. Dhe duke lidhur me atë që tha psikologja, përdorimi i alkoolit në një gjendje stresuese të lartë, ti je një vrasës potencial. Përsa i përket stresimit, isha të thesha diçka unë. E thanë dhe kolegët, përqendrimi është një nga faktorët më të rëndësishëm për të parandaluar aksidente nga ana e drejtuesit të mjetit, mirë po stresi humbet përqendrimi. Në kuadrë të stresit do të thosha që kanë detyra edhe kontrollorët rrugor. Jo vetëm në zonat urbane, por edhe në zonat dhe në rrugët interurbane. Në rrugët urbane kam parasysh vitet 2000 bërë shumë mirë policia rrugore që vuri gjoba për ripin dhe është bërë edukat sot vendosja e ripit. Pra ne nuk kemi edukat në trafik edhe në ndrojimin e mjetit, por më bën përshtypje që nuk ka asnjë gjobë nga ana e policisë për ndotjen akustike. Buriet bijet me vend dhe pa vend. Ato të shqetësojnë ato. Të shqetësojnë, të nervozojnë, të bëjnë. Në lidhje me buriet, është e vërtet ajo sepse është kodi rrugore ka nuk të lejon. Shkarcimet do të në veçanti. Por në lidhje kësaj këtë do ta theksojmë, në lidhje me marmitat dhe sistemet e shkarkimit ne kemi gjoba masive. Kini, Po. Në lidhje me skarpamento, sepse motorat sidomos vazhdojnë. Motorat, por edhe ke automjetet sot që heqin edhe katalitin edhe pastaj bëhen si... Por, në lidhje me borien, është subjektive sepse duhet ta dokumentosh me pa tjetër që dikush i ra bories, sepse ngelet gjithmonë subjektive, i ra shumë si i ra shumë. I ke për para semaforit i bie i treti. Ta them unë që jam i pari dhe i që më shqetëson. Duhet flasim, unë jam në pet ku ne shërbimit qarkullimit rrugor dhe gjithmonë mundohem që të them atë që të them, ta bazoj, duhet ta argumentosh masën administrative që ti vendos. Sepse nuk mund të vendosësh masa tani dhe... Marrëvesh, në qovë se konstatoni dhe... Në lidhje me marmitat organizohen dhe e pasere kontrolet të detajuara, ku ne kemi bërë dhe sekuestrimet të motomjeteve, i kemi kaluar për kontrol teknik, për rikontrol teknik, për shkak të zhurmave. Ate e kam parasysh. Në kontrolin teknik, po. Sa ndikon kjo marmita, ndotja akustike që përmend inxhinieri? Edhe tek popullsia, sepse në një farë mënyrë ky lloj stresi ndikon shumë. Ka njerëz të cilët janë shumë të lodhur nga harret, nga problemet, po dhe zhurmët. Sërri do të në një tavolinë, nuk flet dot mbarosh fjalinë për shkak të zhurmëve, prit sa tiki një motor që kalon rastësisht apo gjithmonë në të njëjtën orë në zonat caktuara. Sa ndikon kjo, sepse edhe për parkimet paralele, do thosha unë, nëse s'është drejtuesi i mjetit atje për 5 minuta, 10 minuta duhet vini gjobë. Iki për 7 parqefe e lën parkim paralel, blokojnë komplet qarkullimin. Pse duhet të jetë gjobë edhe të mos jetë hapur rruga? Jo 5 minuta. Rresht paralel për asnjë sekond kanë filluar procedimet, bëhen spostime me mjetin ngritës, pra do me thënë në rrugalinë këmbësorësh, trotuar apo në rresht të dytë, policia rrugore nuk pret asnjë sekond. Ta theksoj këtë sepse po tham 3 minuta, 5 minuta, vazhdojmë prapë me ato mesazhet disinformimit. Asnjë sekond, në momentin që konstatohet automjeti në rresht paralel, që bëhet pengesë për rrjedhshmërinë e trafikut, sepse kalojmë te rrezikshmëria e këtij parkimi, atë që tha inxhinieri, që ti duke dashur të manovrosh, të kryesh manovër, ta bër parakalim të automjetit që është i parkuar, duke mos patur parasysh rrezikun që të vjen nga krahu i majt, ti përfshihesh në një ngjarje rrugore, ndoshta edhe me pasojë. Kështu që nuk ka asnjë minutë, asnjë sekond nuk lejohet parkimi në rresht të dytë dhe nuk ka asnjë lloj tolerance, për asnjë lloj arsye. Unë si kalimtar, se në Tiranë nuk përdor makinën, por si kalimtar kam vënë re që italian që ka shërbyer në vitet të tëra policinë italiane, konstatoi diçka dhe më bëri një foto dhe thotë, shiko, policia thotë në një moment që ai ka bërë një parkim dysh në rrugë ku ka bërë trafikun, thotë vuri gjobën dhe iku. Duhet largohet policia, mjafton gjoba, apo duhet shkojë deri në hapjen e rrugës.
Tani, në momentin kur ne kemi kushtet që shërbimi i mjetit ngritës është disponibël, absolutisht që punonjësi i policisë rrugore nuk largohet. Por edhe në rast se largohet, i vendos masën dhe rikthehet sërish për ta spostuar në momentin që do vijë automjeti, sepse punonjësi i policisë rrugore në rast se do merret për çdo automjet të parkuar në rresht të dytë, të vendosim nga një punonjës, nuk ja dalim dot. Por ai sigurisht vazhdon të shkon dhe automjetet e tjera në kundravajtje dhe në momentin që vjen mjeti i ngritës, pastaj bëhet spostimi i mjeteve ngritës. Dhe meqense më rasti ta sqaroj sepse na ndodh që ne i vendosim masën dhe në momentin që ne bëjmë spostimin me mjet ngritës, vendoset një masë me vlerë zero. Dhe qytetari thotë pse më keni vendosur dy masa. Është e njëjta masë, por tjetra është vlerë zero dhe bashkangjitet masës që ti ke vendosur për pushim mjeti në rresht të dytë. Nuk janë dy masa administrative, është një masë administrative, por e para është për pushimin e mjetit dhe e dyta është masë sanksioni plotësues që bën spostimin e mjetit me mjet ngritës. Ju thatë që parë që telefoni vret, sepse përdorimi i telefonit në automjet nga drejtuesi patjetër kthehet në shkallë rrezikshmërie. A mund të përdorë telefoni me kufje? Mendoj që po. Mendoj që përdorimi i aparatit celular, dhe kur them përdorimi, them komunikimi, se ne kodi rrugore ka përdorimi i aparatit celular, ndalon përdorimin. Dhe pse ndalon përdorimin? Sepse në momentin kur ti e ke me kufje dhe e ke vëmendje në drejtimin e mjetit dhe vetëm dëgjon dhe përgjigjesh, sërish fokusi është në drejtimin e mjetit. Në momentin kur ti e përdor celularin dhe fillon chaton apo shkëmben mesazhe, apo lexon një mesazh që mund të kam nisur ty, atëherë vëmendja, është ai fragmenti i sekondës që tham, ai 0,1% i 0,1 sekondçi. Ne na duket shumë pak ai 0,1%, por aq është koha reaguese e një drejtuesi mjetit për të marrë masat, për të bërë frenimin, për të bërë manovrën, për të bërë shmangjen e rrezikut. Italia ka bërë një ndryshim ligjor lidhur me përdorimin e telefonit dhe thotë që edhe kufja kthehet pengesët nuk dëgjon rastet e burive apo probleme të tjera që me një. Atëherë edhe kur ne kemi me një, jo me të dyja. Kanë futur sistemin Bluetooth, do të ketë Bluetooth në makinë dhe do të gjesh mundësinë ta dëgjosh atë në një altoparlanti. Megjithatë, kjo është ideale për ne, por flasim çfarë kemi tani për momentin. Nuk arritëm dot në një orë të trajtojmë pafundësisht problemet që ka, sidomos kur flasim për sigurinë rrugore, sepse siguria rrugore rritet dhe lidhet drejt për drejt me jetën e qytetarëve, humbjet që vijnë nga jetësh nga aksidentet në rrugë, po tashmë edhe në trotuare, janë të larta. Nuk janë baraz kurse ato që vijnë nga krimi organizuar, nga dhuna në familje, nga hakmarrja, nga gjakmarrja, se sa vijnë nga qarkullimi rrugor. Dhe mendoj që parlamenti apo institucionet do të gjejnë një mënyrë që të përqendrohen më shumë çfarë duhet bëjmë më mirë dhe më shumë për të kursyer dhe për të shpëtuar jetë i njerëzish. Erdhëm në fund të emisionit, të nderuar teleshikues, pata nderin të ndaj panelin duke përgëzuar dhe për pjesëmarrjen. Gerhard Baga, faleminderit që ishit sonde në emision, faleminderit për gjithë mendimet dhe analizën tuaj profesionale. Fadil Likaj, faleminderit që gjithmonë jeni i mirëpritur, analiza juaj sigurisht që është me vlerë, aq më tepër që është një këndvështrim ndryshe nga analiza që bën Policia e Shtetit. Lumtur Sinani, ju dha më pak kohë, po ishit më esenciale, sepse dha disa elementë shumë të rëndësishëm, ku stresi vret, po dhe mos përqendrimi vret. Dhe Viktor Pojani, faleminderit për atë sinqeritet profesional që thatë. Faleminderit ju. Që autoshkolla patjetër nuk mund të jetë ajo që ne kemi, por do të jetë një autoshkollë e cila që atje fillon parandalimi. Ndërmjet edukimit, ndërmjet kulturës dhe ndërmjet masave që të jetë një brez tjetër, një gjenerat tjetër. 35 vjet kemi drejtim të automjeteve, se më parë kanë qenë po makinat ndërmarrjeve ose makina të institucioneve shtetërore, por megjithatë nuk është pak. Edhe kjo është një jetë e tërë që duhet të ndryshojmë, të paktën në mentalitet. Natën e mirë, faleminderit nga unë, Fatian Softa.